Nëse jeni duke ardhur në eventin që po organizoj me sipërmarrje shqiptar nga tërë bota, këto janë disa këshilla që ju mund të përgatiteni më përpara që të krijoni jo vetëm relata të ngushta me sipërmarrësit që do njihni këtë event, por pse jo dhe klient. Normalisht kur merrni pjesë në një event, bëni kërkime mbi pjesëmarrësit, mbi folësit, me misionin e këtij eventi. Keni një ide të qartë se çfarë dëshironi të nxjerrni nga ky event. Mundoni që të merrni kartat e biznesit me vete, të keni përgatitur në një mënyrë të shkurtër në mendjen tuaj se si do ta prezantoni veten që njerëzit të kenë të qartë se kush jeni, çfarë ofroni dhe se si njerëzit mund të bashkëpunojnë me ju dhe pse jo të merrni klient. Dëgjoni më shumë se sa flisni. Dhe kjo është një këshill edhe për mua, sepse ndonjëherë flas më shumë se ç'duhet. Por ju duhet që gjithmonë të dëgjoni duke bërë pyetje. Kur ju bëni më shumë pyetje, personi tjetër ka për të mbajtur më shumë mend se ai personi që vërtet kishte interes për ata, do të krijohet një relatë më e lidhur. Këshilla bonus që kam për të gjithë, që përdor edhe vet, është fakti që unë vetë të story e personit, në këtë rast unë, të Instagramit, dhe di që ai person kushdo që i bën tag do bëj share. Kështu mund të gjej gjithë profilet e Instagramit të çdo sipërmarrës që do jetë në atë event. Do bëj follow dhe do dërgoj një mesazh të thjeshtë: "Përshëndetje, nuk pata mundësinë të takoheshim në këtë event, pash ishit e ju, do doja të lidheshim, të mësonim nga njëri tjetri pse jo të bënim një takim të shkurtër. Me këtë veprim të vogël, juve mund të vazhdoni të krijoni relata të ngushtë, pamandë të keni follow të njëjtit njerëz që ishin në atë event dhe keni tani një gjë të përbashkët për të biseduar dhe për të bashkëpunuar."